Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story në këtë ditë të shohas, pra të kujtesës botërore ndaj viktimave të Holokaustit. 6 milionë hebrej, të cilët u zhdukën gjatë luftës së dytë botërore, me atë që një ndryshe si zgjidhja finale që i dha Hitleri dhe temi përkrasit. Sigurisht, kjo vizitë e kryeministit shqiptar atje ka simbolikën e vet. Simbolika po dhe drejtie për cilat unë fola dhe në editorial. Për të folur për këtë temë që është e rëndësishme, është politike, por është edhe delikate dhe në temi në spondin e brendshëm politik dhe social vendit. Me mua sot në program janë Redi Muçi, deputet i ri i Kuvendit të Shqipërisë. Mirëmbrëma Redi, lëvizjes bashkë që ka dalë hapur kundër kësaj vizite të kryeministit Rama në Jeruzalem dhe në Izrael. Skënder Minxhozi, mirëmbrëma Skënder. Arben Çeku, ish ambasador, mirëmbrëma Çeku, faleminderit që më jeni sonte, dhe Artur Nura, mirëmbrëma Nura. Atëherë, ta nisim direkt pa humbur kohë, pasi me misioni është vetëm 60 minuta. Redi, pse keni dalë kaq hapur dhe kaq kundër kësaj vizite të Edi Ramës në Jeruzalem, që duhet të ka patur një ehon jo të pakët? Edhe për mënyrën se si ai bëri approachin dhe për mesazhet që ai kaloi, dhe me të vërteta mesazhe që ka përcjell pak dhe pozicionin e tij si kryeminist i një vendi shumë të vogël. Po sepse ne mendojmë se jehona në këtë rast nuk i bën mirë një vendi si Shqipëria, dhe ta shpjegoj sepse. Në qasjen tonë ne mendojmë se qëllimi i këtij takimi mes Edi Ramës, dy kryetarëve të shtetit dhe Benjamin Netanyahu bazohet më tepër në nevoja dhe në interesa personale të dy kryetarëve të dy shteteve, sesa në një marrëdhënie normale që zhvillohet me dy shteteve që mund të jenë partnerë, mund të kenë bashkëpunime në fusha ndryshme si thua. E them këtë gjë për shkak se nga njëra anë të gjitha manovrat politike që ka bërë dhe së fundmi Edi Rama, qoftë me nxitimin e madh për aderimin në Bordin e Paqes, qoftë me takimin me vajzën e presidentit Amerikës Donald Trump për çështjen e Sazanit dhe Zvërnecin. Qoftë tani edhe në takimin që zhvilloi me Benjamin Netanyahu, duket qartë nga mbrapa që motivacioni i tij vërtet është fitimi, le të themi, kredos ose i një leve për të ndikuar pikërisht te presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me qëllim lehtësimin, le të themi, të çarkut që është vendosur nga sistemi i drejtësisë brenda vendit, që nga mbrapa dihet që ka mbështetjen e amerikanëve. Rrjedhimisht, gjithë ky show mediatik në fund të ditës i shërben vetëm interesave personale të Edi Ramës, mendoj unë. Nga ana tjetër, Netanyahu është një person i cili akuzohet për krime lufte dhe krime ndaj njerëzimit për shkak të tragjedisë që ka ndodhur në Gaza, nga gjykata penale ndërkombëtare, jo nga unë, dhe është një person i cili aktualisht ndaj tij, le të themi, është vendosur një bojkot nga thuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Mirë, thuajse. Thuajse, se ka dhe vende që Hungari e kanë pritur shumë mirë. Presidenti Trump e ka pritur disa herë në Shtëpinë e Bardhë. I ka shkuar pak javë më parë në të njëjtin protokoll. Pra le të themi, këtu problemi është që ta shohësh pak më gjerë. Sigurisht dilema është e fortë, them unë. Dilemat janë të forta. Unë e thash vetë, sigurisht janë dilema të forta. Problemi është për te asaj që thoni ju, që më duket mund të jetë e vërtet, fakti që mund ta përdorë për interpersonale, po kush nuk e ka përdorur. Po çështja se i bën keq Shqipërisë, po themi. Po pse i bën keq Shqipërisë? Po i bën keq sepse në momentin kur gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian, po themi, kanë vendosur një bojkot Netanyahut për shkak të barrës së rëndë që ai mbart në këtë moment, si një person me akuza shumë të rënda. Ne jemi të vetmi situash që aderojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër i shtrim dorën. Italia ka të ngjashëm në raport me Izraelin. Edhe aty ka debat politik me opozitën. Po qëndrimi i ekzekutivit është qëndrimi i ekzekutivit. Interesat, më kujton spotin e emisionit tënd me Albin Kurtin, kur i thua nga revolucionar... Po, kur ulesh, kur sigurisht ai që thotë, kur ulesh në karrige ndryshojnë konvështin. Se ju jeni parti e re dhe e sjell Zoti, them unë, se nuk e di ideologjinë tuaj. T'ju çoj në pushtet. Sigurisht do ndroni, se aty ka disa segmente të tjera, të cilat të bëjnë analizën, të bëjnë ekspertizën dhe thonë që kjo është zgjidhja e duhur. Megjithatë Nora, vetëm një sekondë për hir të argumentit. Duhet thënë që sa i përket pozicionit të Italisë dhe të Gjermanisë, edhe Gjermaninë, ju e kuptoni pse është. Po, kanë kompleksin e luftës së dytë botërore, është kompleksi i luftës së dytë botërore dhe, domethënë, nëse sot kemi ditën e Holokaustit,
nuk e kemi sepse u shpik kot nga qielli. U shpik sepse do të është një shenjë, nuk u shpik, është një ditë për të apo jo. Dhe ju e dini që ndoshta nuk jo në nivelin e kampeve të përqendrimit në Gjermani, po ju e dini kemi masakra të mëdha në Rom të hebrejve, mos gaboj në 1943, të si po më kujtohet. Rama atje pra, është modelin tjetër. Le temi, nuk është shembulli i Italisë dhe Gjermanisë shembulli më perfekt. Të gjithë vendet e Europës, desha t'ja përcaktoja, është mirë që t'jemi korrekt, që jo të gjitha janë në unison. Në qëndrimet nëse mund bëjmë një pyetje për shumë. E shohim do të mundshme sot një vizitë zonjës Meloni në Tel Aviv? Unë them që ja. Nuk ditë përgjigjen për këtë, sepse Meloni ka demonstruar që nuk është politikania klasike. Me sa unë di, Italia e pengon edhe